Socialiste, Edi Rama! Motra dhe vlezër. Shqiptare dhe shqiptar nga Veriu në jug. Era e rindjes sot i ka bërë një jug dhe veri për një Shqipëri. Era e rilindjes po frym fort dhe ky është manifestimi madhështor i dy vatrave të mëdha të shqiptarisë, Shkodrës dhe Vlorës, që japin sot kohës shqiptare fuqin e një bashkimi të ri për një Shqipëri të re. Era e rilindjes sjell me vete në këtë shesh, këtu në Shkodër, të mbushur me ëndra dhe shpresa, fjalët e atë Gjergj Fishtës pavdekshëm, për me sundue një shtet, nuk është mjaft dhe dnia, dredhia, intriga, batakqileku, rrena, tradhtia. Duhet nder, dije, urti, burni, qese çka duhet. E pra, ne kemi ardhur në këtë takim me historinë për t'i dhënë qeverisjes këtij vendi dije, urti e burni, qese çka duhet bëjmë me votën që i kërkojmë Shkodrës dhe Vlorës në 23 qershor. Dhelbnia me të shkumen e ka mbajtur peng Shkodrën 20 e ca vjet rresht. A doni t'jeni akoma pengit shkuarës? E pra, zgjidhni numrin 29 që të çliroheni nga shkumja. Intriga e re me dasit e vjetra ja ka imponuar Shqipërisë marrëzin e përçarjes 20 e ca vjet rresht. A doni t'jetoni akoma në një Shqipëri që jeton mes dasive të vjetra? E pra, ndëshkojeni me votën për numrin 29, marrëzin e përçarjes, që ta çlironi Shqipërinë nga kthetrat e dasive të vjetra. Batakqileku e ka varfruar Shqipërinë në ekonomi, po ende më keq në aspirata. Dhe sot, një hije e vjetër dhe e lodhur endet në për Shqipëri, për t'i ngopur njerëzit me luk bosh, pas 20 e ca vitesh rresht. A doni akoma t'u shqeni me lukën bosh të 4 gjyshin të raskapitur? E pra, mbështesni me vot Skuadrën Kombëtare të Rilindjes për të pasur një qeveri
që shërben, jo një qetë plak që rëmben. Rena dhe tradhtia e raskapitën këtë popull të zhytur në varfëri, të mbytur në borxhe, të mbetur rrugëve të papunësisë, në ndërkohë që vendi ynë i bekuar bukurisht dhe pasurisht rradha grabitet prej sundimtarëve të vetë të rinj si rradhë vend në botë. Prej 20 e ca vjetësh rresht, atoni akoma varfëri, borxhe, papunësi dhe grabitje. E pra, ka puni fort me votën tuaj tek programi ynë i rilindjes shqiptare për të rimëkëmbur ekonominë dhe për të shpëtuar nga borxhet dhe nga grabitçarët e këtij populli. Unë jam mirë kur është mirë Shqipnia, thoshte Isa Boletini. Dhe sot Shqipnia s'është mirë, prandaj s'ka asnjë shans që t'jetë mirë kush është shqiptar i mirë. Kush është shqiptar i mirë, s'mund t'jetë mirë, duke parë Shqipërinë të zhytet në korrupsion dhe të kurret prej fuqisë krimit. Shqiptari i mirë s'mund t'jetë mirë, duke parë Shqipërinë të thahet për ujë në verë dhe të përmbytet me shiun më të parë në dimër. Shqiptari i mirë s'mund t'jetë mirë, duke parë Shqipërinë të humbas çdo vit më shumë fëmijë në tunelin e analfabetizmit. S'mund t'jetë mirë shqiptari i mirë, duke parë Shqipërinë të mos ushqej dot njerëzit e vet, të mos punësoj dot njerëzit e vet, të mos garantoj dot jetën dhe pronën e njerëzve të vet. E pra, motra e vlezër, që nga Shkodra deri në Vlorë, kush i thot vete sot shqiptar i mirë, duhet mos e harroj se kur e keqja e kap përfyti një vend, nuk është ai të këqive, po i të mirëve që nuk bëjnë asgjë. Prandaj, çdo shqiptar i mirë duhet bëjë diçka sa të vogël, aq edhe të madhe për këtë vend. Ditën e diel, me vot kundër rënimit dhe për rilindjen e madhe të 23 qershorit. Sot, unë ndjem njeri me fat madh, jo vetëm sepse kam privilegjin që ta udhëheq përpjekjen për rilindjen përballë rënimit, por dhe sepse kjo fushat fantastike mbyllet njëkohësisht në 2 qytetet e krenarisë shqiptare, ku unë kam nga një pjesë të rrënjve dhe të mbresave të mia të forta nga jeta. Këtu në Shkodër lindi gjyshja që i dha fëmirisë sime jehonën e kambanave të kishës dhe aromën e librave të shenjtë. Ndërsa në Vlorë lindi nëna ime, që më mësoi pse nderi dhe dia janë më të vyera se Dhelnia dhe Batakçilloku. Këtu në Shkodër, unë përjetova fare i ri, si të shpitar, rilindjen e fesë në Varreza dhe Rmaj, ku i ndjeri Dom Simon Jubani, rebeli i pavdekshëm antikomunist i burgjeve të diktaturës, dha meshën e parë me zgjallëve të vdekurve dhe statujave të shpuara nga plumbat e ushtarëve të Enverit, teksa regjimi tjetër vëzhgonte rreth e rrotull mureve. Ndërsa në Vlorë, unë pa shpirtin rebel të këtij populli, që ngriti krye ndaj regjimit të ri të Tiranës që u premtoi shqiptarëve parajsën dhe i përvëlloi
në ferrin e piramidave. Këtu në Shkodër, historia, herojnë e mendimit shqiptar, muret dhe rrugët e vjetra, bashkë me shtëpitë të mëdhenjve të kombit që po bien një nga një, kërkojnë një rilindje shqiptare. Rilindje jo për të zëvendësuar me dikë në kryet qeverisë në Tiranë, as për të zgjedhur mes një pale dhe një pale, por rilindje për t'i dhënë drejtim këtij atheu, që është amaneti i parëve dhe borxhi që ne ju kemi fëmijëve tanë. Dhe më i pari amanet nga ata që s'janë më, dhe më i pari borx për ata që ende s'kan ardhur, është një athe që t'jeti bashkuar një Shqipëri që t'jeti jug dhe veri. Dëgjojeni, miqtë e mi, Shkodran dhe Vlonjat, se me qa force e sjellë era e rilindjes sot, jehonën e fjalëve të Anton Arabit, me gjakt vet e shuguroi Elterin Adheut, katoliku, ortodoksi e Muhamedani, Qeqovi e Gurakuqi, Topulli e Curi, Gërmenji e Negovani, nuk kanë ndryshim, por janë në një mendim dhe në një vendim në vepër dhe në vdekje. Ata e vullosën me gjak se çfarë qenë, na mbetet ne ta vullosim se çfarë jena. Na mbetet ne ta vullosim me vot pas 48 orësh çfarë jena, robër të rërimit apo qytetar të rilindjes. Ju mbetet ju, Shkodran dhe Vlonjat, ta vullosni me vot çfarë jena ne, shqiptarët e këtij shekulli i ri. Jena një turm që mund të mbajë pomat ndarë në emër të shkuarës, duke na rrotulluar në tru fikën e dasisë vjetër të komunizmit që ka vdekur, por që qet dhe kundërbon mes gojës që veç mlefin e të shkumes tjerë nga tribunat e pushtetit. Jo, ne jena sot një popull që me përbuzjen e meritume do t'ju amarë atë fikë nga dora dhe do t'ju aflak në vjos dhe në bun, që lumit i marë për gjithmon me gjithë djallësin e tyre ndaj këtij populli. Tregojani pra në 23 qershor se kush jena. A jena një turm që mund ta përçajnë me thikën e dasisë ende më të vjetër veriuk që fytyn të vdekurit tanë të mdhej prej veriu e jugu, por që çrodit njerëzit e mbetur në errësirën e propagandës shfrenume, të atyre që për të mbajtur pushtetin janë gati ta çojnë në humner Shqipërinë. Jo, ne jena sot një popull që jo vetëm shkrin e duam një jug e veri, por dhe njëri tjetrin e kemi krah dhe i jemi në krah. Vulloseni pra me votën tuaj tjelën se çfarë jena ne. A jena një turm që mund ta çajnë me thikën e pabesisë ndaj harmonisë fetare, që kur një shqiptar i mirë se prek, por shqiptarët që për pushtetin esin edhe veten dhe jo vetë Shqipërinë e kanë nxjerrë në përdhëm edhe gjatë kësaj fushate. Jo, ne jena një popull që si një shqiptar i mbyll rrugën zullumit trashur
duke u bashkuar në një mendje, kur Shqipëria bashkimin karshi rrezikut kërkon. Bashkohuni pra, për ato që jena, tek numri 29, dhe ndalojni një herë mirë të na imponojnë rënimin për Shkodrën dhe Vlorën e për gjithë Shqipërinë. Ndalojni ta çojnë përpara tunelin e porteve, papunësisë, varfrisë, tunelin e analfabetizmit, tunelin e korrupsionit dhe kriminalitetit, tunelin e ndotjes dhe shkrimit pyje, tumejve, plazheve. Ndalojni ta çojnë përpara tunelin e rrenave dhe tradhtive. E djela është dita që Shkodra dhe Vlora tjenë në një mendje, që Vedhiu dhe Jugu të bëjnë një zgjedhje, që Shqipëria tjetë një, e Jugu në veri për rilindje shqiptare. Bëjeni 23 qershorin të djelën e madhe të historisë re të Shqipërisë. Rroft Shkodra, rroft Vlora. Rrofshin gratë e burrat e Shkodrës, rrofshin nënat e baballarët e Vlorës, rrofshin shqiptarët në veri dhe në jug. Rrof ky popull që meriton më shumë dhe në 23 qershor do të votoj për atë që meriton. Rilindje, rilindje, rilindje.